Për shëndetje miq. Video radhën shkon me Klan Serbin edhe Katazovicin. Ta ndëgjoj miq, ju lutem, propagandën e tyre për një deputet të Albin Kurtit. Siç peçujnë këta. Se sa pare i kanë marrë prej Serbisë dhe sa pare i kanë nxjerrë në bankomat. Që për besë keni mu që ditë edhe keni me ranë tokë të kesh. Sepse me spjegimin që i tregojnë, sifrën që i tregojnë, sa pare, qyshte, ku i kanë nxjerrë, automatikisht krejt çka janë këtu binën në vepër. Po miq, shkojmë të dëgjojmë videon, ju lutem, e të diskutojmë së bashku. Tash për me u kthy te kush financohet pi Serbisë. Dole? Të lufta hibride zotit Kurti, atëherë unë ja dëshmoj zotit Kurti dhe të gjithë të tjerëve se njëri për njerëzve ti tafërt, Dole? që tu i ka marrë për Beogradi 1.051.480 euro e 46 cent. Në bankomat. Që ku janë këtu? Bankomat. A ndëgjut miq? 1.580.480.46 cent i kanë nxjerrë më falni, në bankomat. Qëre miq. Tash këqyre çfarë fakturë është, ju lutem. Fakturë e bone me dorë, apo me kompjuter, që ju doni thoni. E para. E dyta, kush është ai njeri në botë që mund të nxjerrë 1.500.000 në bankomat. Kjo është miq të dashur me tik truni. Kjo është i qare po dihet Klan Serbia, Katazovici, propaganda e tyne. Çfarë propagande? Thot i kanë marrë 1,5 milion, se mos i përmeni me cent aty, 1,5 milion i kanë marrë për Serbisë, i kanë nxjerrë thotë në bankomat. Nuk e di, a kanë menu këtë rang kur e kanë qita se kanë menu. Po kjo është mirë, se që shtë bingë ta, se rana ka kom të shkurta. Po shkojnë ami të dëgjojmë, lutem. I kanë dhe. Kanë ardhur prej Beogradi. Para. Kush është ai? Ky është Martin Berisha, ambasadori dhe miku i Albin Kurtit. Këto para kanë ardhur prej Beogradi. Zoti Kurti nuk ka thënë kur një fjalë të keqe në raport me to, ka vazhduar me majt ambasador, vazhdon me majt ambasador, vazhdon me majt. O Kajtazovic, o Gjak Presht, po s'fone për ishte kriminalisën me kërkon, me dezinformata tua, me fakturat kompjuterit. O Kajtazovic, hej, preke kryt pak, o njeri i pa cip, 1.500.000 i kanë nxjerrë bankomat. A përshë që farane ke bo o ignorant. Ti edhe gjitha ata tjesë, edhe ata tjerëtën, i kanë nxjerrë bankomat. A përshë që farë fakture ke bo. Shkujnemi që dhe pak. Ndërkohë që këtu ka transaksione që ditën që Martin Berisha është ambasador, i kanë dalë 85.000 euro nga Beogradi. Ditën që është emëruar ambasador, 85.000 euro i kanë dalë nga Beogradi. Kanë dalë nga ambasadorit Kosovës. Ku faktura? Natyrisht ka përgjegjësinë më të madhe Vjosa Osmani. Po, veç e cila ka dekretuar këto duke i shkel procedurat e verifikimit nga AKI. A përshemi që dashë që është dihet në rancat, dezinformust. A përshë kush paguhet nga Serbia, mi të dashër? Qish mënone për ly kryeministrin? Qish po vjen tërk? A një burra, si një burra, vlla. A qka e një, vlla? A një jashtë toksora? A
keni gjithë but, kur rafsha mos e vrafsha. A se me bojt këto të se formatën e shtetë tjetër i kësha kalzu juve. Kishë ma shtetë me juve të ne, unë jo, pa ata shtetë i kësha kalzu juve. Se edhe qërë demokraci nuk bënë me rajtë. Po mas i shtetë jonë po flanë, rani, bëni të se formata sot muni, heqë më se nane. Me që dashër, me të vërtet, unë nuk e di qysh mune me flaj këta njerëz rahat. Qysh mune me flaj rahat të i gëni poplën, të i munu me gëni se poplën s'pe janë këto fore mo. Faleminderit Zotit, kuna pe vane. Poplën s'pe janë këto fore mo. Po qysh e marrën atë godzim me dalë, me ofendu kryeministrin, edhe me gënije, edhe me thonë që i ka marrë 1.500.000 automat. Hajta është e logajte. Nuk ka logjik që e ka pëta. 1.500.000 në bankomat e kanë zirë, rruna zop i ty në meq. Meq të dashër, kjo ishte video për sot, mire pashëm i të radhës. Respekt për se cilin. Opozit, like share. Klan Serbia, ade ka veç shkruni. Respekt.